Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot kemi CLS 450, është gjenerata C257, gjenerata fundit e CLS-s. Kjo është C257 që është e fundit. Është 2018-ës, viti parë që ka dalë kjo seri. Shumë e burë, kjo është AMG Line, është me Diastronikun këtu para, sistema benzit, kamera para që ka kamerën 360 gradë do me thonë. Po kjo AMG Line është më ndryshe, më agresive se standardet. Fenerat multibim. Nuk është dash shumë sa gjeneratat e tjera në fakt, kjo gjenerata fundit e CLS-s. Te kanë dash pak më pak se tjerat. E kalume ka qenë ndoshta pak më e dallueshme. Kjo ngjan pak si CLA, po është më e madhe se CLA-ja normalisht. Disi di ka AMG-s, 20. Nuk duken edhe aq të mëdha, se kanë këtë dizajnin këto me këtë futme këtu mrena, po janë 20 të mëdha. Këto nuk i ka të kromuar, i ka të zeza, pasqyrat e zeza, dhe na Shadow Line Edition, dhe këtë na gjë. Mbrapa tash e bukur është, ngjan me CLA-n shumë, po është më e madhe se CLA-ja. Difuzori është ndrur i zhvuj 53-shës, e marmitat, 4 marmitat si 53-shës. Këto s'kanë pas 63-shë këto versione AMG, kështu 53-shëja ka qenë maksimumi që mund ta merrshe, edhe 53-sha vetë motorin ngjashëm me këtë e ka. Po prapë për qenë makinat bukura, unë e kam qef to. Tash më bukur do ngjan të ishte diell edhe të ishte e lame, po edhe kështu prapë e bukur është. E këtë grilën e kanë të lezetshme me këto. Po edhe ajo te CLA-ja më duket se ka dalë në fillim. Fenerët multibim. Këto stopat i kanë të bukur, kanë si me këto grimcat, kur të nizet del shumë e bukur. Që bazuar te shasia e klasit. Ky është më 256, 6 pistonësh në linjë, ka 367 kuaj fuqi edhe 500 Nm tork. Është mild hybrid, ka i bateri të vogël që shto fuqinë nëpërmjet kur ndron marshet, lehtëso start stopin. Nuk është se ka bateri që të ecë vetëm me elektrike, mild hybrid është ky, nuk është hybrid tamam. Po asiston motorin, kamion në këto momentet kur ka nevojë për të moshtë hapësirat. Kur shkputet fuqia, kur ndodhet marshet në moment, ka hapësira aty boshe, edhe kjo mosh aty me fuqi pak. Shumë motor i mirë tani, përdoren shumë modele, edhe te S500 siç e bëm, ky version është, edhe te 53 ky është, ka më shumë fuqi aty, se edhe është AMG tamam, 53 kësaj. Këto s'kan pas AMG tamam. Se doli AMG GT-ja, edhe atë ngjan të shumë edhe e kanë lënë atë për AMG tamam. Për qenë motor i mirë është. Normal kjo është me Let's Go, se dilet elektrike, me ngroje ftoje. Kjo është për të lëviz se dilen e pasagjerit, si që ka së klasi, bokset Burmeister, normalisht me qepje, këtë rëmesën e drunit shumë bukur. Këta janë frameless, nuk kanë hekër lartë. Për herë gjithë CLS-t që kanë qenë. Tash timoni është shumë me flat bottom poshtë, nuk lexo AMG, po ngjashëm me AMG-s është rrafsh të poshtë. Tash këtu kontrollo të dyja ekranet, këtë e kena bërë të makinat e tjera, këto lloj timon është benzit. Kjo është touch sensitive është kjo. Pedalet plus minus mrapa. Kjo është e marshit që ka benzit të gjitha. Shumë timon i mirë është. Tash shumë veta i ndrojnë në vend modelit të ri, vjen AMG, ka lloj, po për qenë shumë i mirë është. Nuk kuptoj pse ke nevojë për ta ndruar. Normal të ka start stopping këtu. Tash si dizajn për qenë është i bukur shumë. Këto ventat, kjo i ka të vetat, nuk i ka si ato që i kanë dvume, po nga që janë të bukura të saj, i kanë bërë shumë kështu kopjet këtyne dhe ja kanë bërë edhe modeleve tjera, se shumë bukura e ka. Kjo është me lane keep assist, me head-up display, sensor të parkimit. Tu ka frenat të dorës, tu ka këto që kontrollo dritat, tu kontrollo sa ndryqim të kroskoti. Airventat shumë bukur i ka, s'ke që e thu. Shumë bukur e ka këtë pjesën e drunit, shumë i lezetshëm. Kjo është me 2 ekrane, s'është me touch ky versioni këtyne. Tu kontrollo gjitha gjonat. Auto stop starti, kamera 360 gradë për tap kamerat aty, për ta ngritur makinën është amortizator me ajër. Kjo është për ta çuar dinamik, komfort, sport plus, volumi, edhe për ta nes për ta fik komplet ekranin. Ja, kjo fik fare. Çose do zi, NS. Edhe këtu janë kontrollerat. Kjo është edhe me touch lart ky touchpad-i, mund të komandosh edhe me këtë, mund të komandosh edhe me këtë këtu. Si dush, e ke në dorë vetë. Shumë dizajn i bukur është. Këtu ka hapësirë për me fut në gjo, këtë rast kafen, e nxika fiksi filxhan kafe, orën analoge, tu ke këto shortcutet, navi, radio, media, telefon, edhe këto opcionet të makinës. Tash ta shohim më shumë masazh. Që ka dhe masazh? Shef, ka lezet makina me masazh. Këto janë të kontrollet e klimës. Nuk mund ta bësh më të mirë se kaq.
kabinën. Nuk po I vune ekran këtu komplet, nuk është se e ke rregullu. Unë se kuptoj për çfarë duhet. Se o morë vesh në herë, se tash I bëjnë komplet ekranin, për shumë po të gjitha isoj. Po, çfarë të mungo këtu, që ti thush do t'i bëj ekran. E ke ekranet, mjaftojnë ato. Tepër janë madje, po mjaftojnë. Se dilet shumë të rehatshme, edhe që të suportojnë mirë. Bagë lartë. Dhe me thonë, është shumë kabinë mirë. Këtu I ke gjitha gjonat, I kontrolloj shef. Nuk mungo asnjë gjë, gjitha gjonat I ke. Ta shohim edhe mrapa. Edhe mrapa vazhdon kjo rrimesë e bukur, bokset Burmeister me qepje. Ndryshe nga ato tjerat, këtu ka vend në mes, nuk është se e kanë nda, siç kanë qenë nda me CLS versionet para. Këtu ka hapësirë, cup holdersat. Problemi këtu është te koka. Kap koka në tavan. Këto e kanë bërë si kështu cut-out këte, po prap kap koka me net për shembull, duhet me net I krusi çik. Tash për hir dizajnit e kanë bërë këtë sakrificë ato, që të ngjojë më bukur, se më praktike dhe ishte I klasi, po nuk është kaq I bukur e klasi, kështu që sakrifiko pak prakticitet për më shumë bukuri. Se shif sa të vogla e drejtaret, që I ka të vogla mrapa. Nëse do jesh shoferi, shumicën e kohës nuk I ke problem. Tash do e marrim CLS 450 që për I Giro, në gjeneratën C257, si këto s'kena bo, do bëjmë tash. Kjo është e bazuar te shasia I klasit, 213-shit, normalisht pamjen e ka ndryshe, nuk ka lidhje me atë, nuk ka lidhje. Tash këto e kanë bërë gjithë I gjutë përbashkët Benzi që ta klasi I ri në vazhdim, që duket si CLA, po pak më madhe. Gjitha CLS-et te klasi janë bazu, edhe para C290, që atë 211 që është bazu, edhe C218 që atë 212 që është bazu, por ato nga jashtë kanë qenë ndryshe. Kur e shifshe në rrugë, nuk të duket e ngjashme me asnjë lloj benzi tjetër. Kështu që kanë pas atë veçorinë e vet. Që fatkeqësisht nuk I kanë modelet tash, janë bërë gati të gjitha e saj. Tash kjo nga jashtë po ta shohësh ngjas si CLA. A dhe kjo nuk është gjë e mirë, se CLA-ja është më e lirë. Nuk është se ngjas si makinë më e shtrenjtë. Do thonë ai që ka CLA-n I duket sikur ka CLS, aty po, ai del me fitim ai. Ti del me humje. Ata qëmë dinamik herë, Sport Plus. është e përgjithshme, ky 6 pistonësh në linjë me 256-ta, shumë motor I mirë. Kurioz jam për naftës, edhe 6 pistonësh në linjë ka, po 400 që me 320 ku e ka tork më shumë. Kjo ka 500 Nm, e ka një 700 ca, 800 duket. Kështu në për këto rrugët nuk është keq, ta që me dhe komfort. Që disit ka të mdoj e zetëshe, po nuk është si ndje shumë, është amortizator majer. Kabine mire, mbledh më është, të ndile dinamike, ke me masazh, ka shumë gjona pozitive. Sa dyrt me thithi mungojnë, së që mungojnë shumë gjona në fakt saj. Ngrëftoj I ka, distronike gjitha këto I ka. Shumë makine mirë. Unë I kam pas qef, edhe I kam qef, sepse bo dhe çmimit ke qef, se mos në Kore këto I gjem me çmimet mira. 300 naftë si kam qef. Motorat 4 pistonësh te kjo kategori makinash nuk besoj se kanë fort vend. Nuk e blin për ekonomike, do të janë më shtrenjtë se I klasi. E merr motor 6 pistonësh. Këto, se s'kan vëteta, po të kenë vëteta, më mirë ishte vëtet. Po Benzi s'boni vëtet, 63 të kjo. Ka bëvoq 53 që është po I njëjta makinë si kjo, vetëm me body kit edhe pak më shumë fuqi. Po që nuk është AMG vërtet, 53. S'ka plakën të motorit. Po s'ka bo 63 se do binte konflikt direkt me AMG GT-n 63. Edhe AMG GT është më shtrenjtë, po të vishte 63 CLS-s, do bonte CLS-ja më shpejt, rrezik sa AMG GT-ja. Të këto kanë edhe koeficient dragu të fërkimit, marrin e kanë tullet, më thonë, s'kanë shumë fërkim marrin, janë aerodinamike. Për herë kanë qenë. CLA-ja më duket ka qenë më aerodinamike nga gjitha, mos gabofsha. Tash idejnë të elektrike të HSE, HE, që janë të dejnë edhe akoma më shumë ato rrezik. Po nuk prodhohet mo, edhe është gjuna që këtë Benzi se prodho mo. Gjuna që s'prodho mo edhe sën kupe. Edhe ashtu duhet me bu në që se ka në njoni të së kupe të mirë.
t'ja bëjmë. Po si kabin pastaj, ngjashmëritë ka me E-klasin, me gjitha këta ekranin, po të dizajnin e këto gjëra të tjera, prap për afër të është, nuk është lloj si CLS-ja që ka pas atë pjesën e drunit aty CLS-ja parë, që crosscode komplet ndryshe nga E-klasi, nga Eva, nga E-klasi. Edhe pse kilometrazhin nga Altisë kanë pasur, për shifse kilometrazhin, por këto të tjera kanë qenë më ndryshe. Mirë është, prap nuk është keq, nuk është keq. Preferoj më shumë, preferoj këte dy ekranet tu, se ato dyja ta Audi që ka ta 7-ta. Edhe seria 8 BMW-s nuk ka kështu si Audi, ka drejt edhe ajo. Ato dyja janë më të bukura nga jashtë. Edhe ashtu, kush ka në njoni t'i bëjmë, 820-që, dhe ishte mirë. Në ajo 7 që atjen, edhe 2 shnaft për shpun, po më mirë ishte 3 lartë. Ta qëmë dinamik, Sport Plus, pas ka trafik. Me blind spot normal që është. Nuk gjata sargjo, se kalo 8 litrë që nësë ma me. Normalisht në trafik do argjoj më shumë. Flori më tha dikute 14 litrë që i rri zakonisht në Tiranë. Është e pritshme aq, motor 3000 benzinë është. Po këto kamjet non-Getronic shumë të mira i tregojnë. Të forta. Të forta ka pas benzin faktë, të sa të gët edhe ato të mira kanë qenë, po të nxjerr si probleme me paketat, pa të filluar të nxjerr te E-klasa më duket. Të më lët. Këto i kam shumë që ato gjaguara. Çfarë motor është? 5000 supercharger që si motori SVR-s. Dhe që e ka XR. Që e ka shumë mjeti bukur. Të mirë që i ka majtë timoni, se ke ndru. E ka kjo, kështu, ka më gëllajnit, po. Po se ke vua më gë, si që vinë shumica. Dhe që ishte edhe masazh, a e përdorën e masazhin ti? Në fillim e përdore, tash nuk... Tash e arro, ha? Po se bëjmë dhe rrugë të shkurtra shumë ne. Qa rrugës dhe bësh? Po, pra. Që i këtë bëjke në Greqi ose... Po, me bona rrugë si të gjatë, ja vle. Po, kurse ke, thua, se unë atë e pas që e kishte, s'ka mas makinë që e ka. Se cilëja e ka, po e ka model vjetër, nuk është si këto. Kurse kjo e ka tamam, kjo të liro. Po prapë më mirë është ta kesh se mos ta kesh. E normal. Po në konsum, si është? Do përsa argjo dhe shumë, po mirë. Mesatarisht sa të shko ty kështu? Po 14 litra për 100 km mund të argjoj kështu në kombinim. Trafik. 14. Po shumë trafik jena nesë. Po, se më shumë trafik rrim në Tiranë. Po. Kurse pastaj në autostradë argjon diku te 8 litër, 7, 6 varet si i jep. Po. Në amortizim që i ka mirë. Sport Plus pastaj të grim. Po, normal. Edhe në thjesht është shumë e mirë. Epi ka. Ka lezet, se duhet me makinat ketë fuqin e herë. Po, se ke qef të ke qef e heqi qik atë menën, po pra. Dhe ligjiro edhe ne kështu themi dhe s'dalim hiq, a kupto, rrim në mërzit edhe pse i kena në herë, po. Po opcioni është aty, mirë është me dal. Po. Del me gjetë në rrugë. Mirë ta kesh edhe po, fiks. Që duhet me provu serin e këta A7-ën modeli riun, që ta krahasoj me këta. Mo A7-a dësha me morë para kësaj. Edhe serin 8 Gran Coupe. A7-ën e re, ata me 2 ekrane. Apo cilin vit? Po pra, 2020. Po, me 2 ekrane. Edhe isha midis CLS-s edhe A7-s. E kupton? Po nuk e di kam qenë gjithmonë te benzi. Unë se kam problem me ndru, ti të benzi 205-204 këte... Shida, edhe vetëm benza. Po... Dhe thonë, se si më duket ta eqa të stejme në benzin e timoni. Po këto, të kanë e 400 naft, to. Po, edhe 400 naft e sajtë. Po, hejtë, kanë 320 kuhe. Pasa trafik.
Kjo tash është gjenerata fundit të CLS-s, fatkeqësisht, dhe këto kupet me 4 dyrë, po edhe kupet me 2 dyrë në përgjithësi janë në zhdukje, edhe Benzi se bë mo asën kupe, CLS-n se bë mo, AMG GT-n se dia do e bojë mo, janë bë shumë të ralla, të kanë qenë ndër makinat më të bukura, se kanë qenë më shumë dizajn se sa prakticitet, që të CLS-a parë që akoma ngjo e bukur dhe sot që ka dalë që në 2004-ën, akoma është shumë e bukur kur e shef dhe sot, fatkeqësisht janë duke u zhduk. Kjo tashi, ndoshta nga ana estetike, nga ana jashtme, nuk është aq e veçantë sa ato, se ka përdorur të njëjtën gjuhë Benzi me kreta makinat e veta, klasin, CLA-n, gjitha duket si CLA pak më e madhe, kurse CLS-a ka lume, s'ka pas lidhje fare me asnjërin. Ka qenë shasi e klasi, po në pamje nga jashtë as edhe paneli përbashkët zuke as fener ndryshe, çdo gjë ndryshe. Kurse këto duken shumë ngjashme njëra tjetrën. Kjo është ajo që i ulën pak pikë në thonjza. Po pastaj nga gjonat e tjera, interiorin e ka super, me boxe Burmeister, me stile ngroje, ftoje, masazh, këto 2 ekranet këtu. Këto i kanë kreta CLS-t, te i klasi është opsionale, janë edhe me shigjeta analoge. Kjo nuk ishte nga dalë, në fakt ishte goxha e shpejt, shumë e mirë. Tash kjo lufta e kueve të fuqi nuk marrë kurrë, ka sa dush të fuqishme. Për ta shfrytzuar këtë fuqinë, ka më se mjaftueshëm fuqi për të sa dush. Kurioza me provu edhe këto të naftës, 400 që naftë, sidomos, nëse kanë lanjonit na thotë. I lloj me 350 që po pak më shumë fuqi, 300 që naftë që më fancy mod. Këto makina të kesh 6 piston që e lartë, me 4 piston që më duken se i përshtaten. Mirë dhe ishte me provu edhe A7-ën e re dhe serin 8 Grand Coupe, që ose ka lanjonin a thoni edhe ashtu e krahasojmë pak më direkt, për të bukura ato janë më të bukura të dyja. Nga jashtë janë më të bukura. Si A8 Grand Coupe është perl fare, po edhe A7-a e re është shumë e bukur. Më tregoni cilin do kishit zgjidhur ju nga këto 3 opsione. Nëse s'keni bërë subscribe bëheni, edhe bëni edhe follow në Instagram, TikTok. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat edhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.